Значи ще се обратам на албански јазик, имајќи во предвид да ни се повториме со вице-премиерот за економски прашања господин Андјушев. Прават нderuar vefaqësues të medjave, nderuar kryetar, sot shpreh kënaqësinë time që së bashku me zëvendës kryetarin për çështje ekonomike të qeverisë së Republikës së Maqedonisë të vizitojmë zonën teknologjike industriale në Tetov, ku kishim mundësinë njëkohësisht të vizitojmë edhe një investitor shumë serioz, pra kompaninë Lear, të cilët gjithashtu na njoftuan për idetë e tyre që të rrisin kapacitetet po në të njëjtën zonë, njëkohësisht me rritjen e kapaciteteve të prodhimit të kompanisë Lear. Në këtë rajon do të rritet edhe numri i të punësuarve, po njëkohësisht edhe zona ekonomike në Tetov do të rrisë intensitetin e tyre. Shpreh kënaqësinë që pikërisht sot këtu në këtë zonë të njoftoj edhe qytetarët e rajonit të Tetovës se ne si qeveri me propozim të Ministrisë së Ekonomisë vetëm miratuam dhe dham lejen që Normak të nënshkruaj pra kontratë edhe me investitorin e ri, Glassflex, kompani e cila do të investoj 7 deri në 8 milionë euro dhe do të punësoj mbi 100 veta. Edhe njëherë kjo tregon se politikat ekonomike të qeverisë së Maqedonisë, njëkohësisht edhe miratimi i ligjit për mbështetje financiare të investimeve, jep frytet e veta dhe pothuajse për çdo javë ne do të paralajmërojmë investitor të ri në Republikën e Maqedonisë. Ju faleminderit.